Macron Jo, është po parë, opa. Ja, urdhërona. Pra ata janë në një debat që, pra, po të shikoni fytyrën e zotit Macron është goxha serioz. Pra janë një debat që po ndodh. Është gjëna e madh, domethënë të mendosh që Monsieur Macron, jusque tout va bien, është pasardhës i Napoleonit, e kupton tani? Trashëgon këtë perandori. Napoleoni i shkret Kalmiri, që nga që nuk thoshin do të lënë, e bën hë, Kahmiri, dhe e mërtua Bonaparte. Ky arbëresh i shquar. Të mendosh që pasardhës ka Macron Mavrin, që merr me shpulla zysha akoma. Unë ka pas një zysh të 11 janari, e nderuar, mësues e popullës, se më jas pa unë. Do të thënë, ishte një zonjë... Shko, edhe për Napoleoni thoi që Josefina ke shtrajtonte. Ne. Dëgjoj tani. Shiko ç'do. Filipi, i shkret i Maqedonisë, kur donte që Aleksandri të mësonte helenisht se ishte gjuhë e perandorisë, thiri Aristotelin nga Athina. Edhe Aleksandri leka i madh me Olimpian, do të thënë, e çoi ajo të rritet në oborrin e Piros, se Epirit. Epiri ju e dini, do të thënë, skeptri e Epirit, Shqipëria e tjera. Dhe pa pritur Diogen Laerti, ose Diogen Ciniku, merrin kështu feneri shkreti dhe dilte në për rrugë. E i thonë Diogen, qa po kërkon? Po kërkoj njeriun, i tha, njeriun. E në moment leka i madh Aleksandri jeton dhe në një qyp Diogeni. Edhe i del për para i thot, më kërkoj çfarë të duash. Dhe në helenisht, po ta shifni në gravur është, apo shkon të so. Apo shkon të sho. Dhe unë të gjoj një biset tani për, do më thënë, këto sulmet kibernetike, pamjet vizuale, e gjitha. Ndërkohë që njerëzimi ka diku e 3.000 vjetë që i ka sqaruar këto muhabete, dhe nuk e di pse ne akoma dhe sot merremi me Volodjan e Moskës. Jo, do doja të meshin çik me Macronin, qa do ndodhi me ka Po, Macronin të na s'ka bërë detyrat e shtëpisë, ja futi me shpull zysha. Të lutem. Po, sinqerisht do mesh me Macronin. Është që privatesh, që familjare. Familjare? Zbërnami në Francë, zbërnami në Francë. Karamu që të keqen. Është private. Edhe unë kur të dalë në shfaqje në teatrin kombëtar, po marr maman të ma fusi me shpull, e pastaj të dalë në shfaqje duke luajtur Hamletin. Ç'do thuash ti si publik? Jo më marr më bashkëshortet, na dy është bashkëshortja. Demo, po nga i s'kam bashkëshorte, por marr maman. Okej, më fal. Pse ajo është bashkëshorte e Macronit. Patjetër. Po. Unë nuk njoh do një bashkëshorte 25-27 vjet më të madhe se unë. Zysha, zakonisht... Paragjykojmë të gjëra. Ja, te kaluar. Urdhro? Është te kaluar, Franca ka votuar. Më jep një shembull në Shqipëri që dikush është martuar me zyshën e jo se kritikojemi ne të Ballkanit, sikur nuk jemi të emancipuar, ne do vemi në Evropë, Evropa do na tregojë ne dritat e qytetërimit, dhe ne harrojmë që kemi pas Dyrahun, kemi pas Akademin, kemi pas Papa Klementin, albaneze që e quan Vatikani, ne dikur i kemi dhënë dritat e qytetërimit e Europës, dhe tani vin këta dhe na mësojnë neve si t'jemi të qytetëruar. Sinqerisht, kur këta anin lëndë e maj pemës, ne kishim universitete.